Gjykata e Lezhës vendosi arrest me burg për 2 të dyshuar për laboratorin e drogës, ndërsa një punonjës i OSH-s u la në masë sigurie arrest shtëpie. 3 personat u njohen me masën e sigurisë pas zbulimit të një laboratori të kultivimit dhe përpunimit të drogës brenda një ndërtese 4 katëshe përgjatë aksit Lezhë-Milot. Në seancën e zhvilluar me dyert të mbyllura në gjykatën e Lezhës, gjykata vendosi arrest me burg për Arben Gjergjin 57 vjeç dhe Arnold Gjergjin 22 vjeç si autor të dyshuar të veprimtarisë kriminale. Punojësi i OSH-s Gjon Doda u la në masën arrest shtëpie për veprën penale shpërdorim detyre. Laboratori u zbulua në fillim të javës, ku nga kontrolli i kryer në katin e 2 të objektit u sekuestruan 8.8 kg hashash gati për shitje, 1064 bim kanabis, 960 fidan kanabis të mbjellë në kubik, 850 fara kanabis, 106 dhampa me transformator, një armë automatike dhe 2 krëhër, një pistolet sportive, një automjet dhe 4 aparate celulare. Kontrollet në banesën e të arrestuarve nxorrin gjithashtu 180 gram kokainë, një pistolet me mulli, një armë pushk dhe një armë sportive. Operacioni tregon për fshirjen e të arrestuarve në një rrjet organizuar të prodhimit të trafikimit të drogës, ndërsa hetimet e mëtejshme do sqarojnë të gjitha rolet dhe lidhjet e mundshme të tyre.